Para mendoj pejgamberit Allahu çfarë zemra të mëdha e kanë bërë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton Aisha e pyetur ndaj thënë Resulullah, a ke pas në jetën tonë deni ditë më të vështirë se ditën e Uhudit? 70 shokë të pejgamberit Allahut i kanë vdekur për një ditë. Ato që e kanë përkrahur, kanë mbrojtur pejgamberin Allahu. E në veçanti Hamza. Sa e lëndu pejgamberi Allahut, shumë e lëndu për Hamza. Nuk ka pas ditë që e lëndu pejgamberi Allahut më shumë se kur ka humbur Hamza. Krahun e gjatë të tij. Për këtë arsye ka thonë Wahshiu, kur ka pranuar Islamin, ka thonë mos më del para sime. E ne kur e provojmë mos më del para sime, domethënë që s'ta kanë val, jo. A dini pse? Edhe kjo është hadithi më delikat që ka ardhur në Sahih Buhari. Hadithi vërtet. Amo pse pejgamberi Allahu ja ka pranuar Islamin, ama ka thonë mos më del para sime, dhe Wahshiu e ka mirë kuptu. Wahshiu e ka shpagu. Musailim al-Kadhab Wahshiu e ka mirë. Hamza e ka mirë. Wahshiu në kamit. E ka kompenzuar ata dhe është largu me pejgamberit Allahu derisa ka shkuar në Homs. Sirinë sot. Ama pse pejgamberi Allahu i tha, edhe kjo është, a kupton, të kupton armiqtë e Islamit, na ku mos ta kuptojnë Islamin, ato vinë edhe në goditën aty ku është më delikate për shkak se s'e gjeni me kuptu. A di pse pejgamberi Allahu Wahshiu i ka thonë mos u del parasive, për shkak i ka thonë se pejgamberi Allahu ta dhimbë për Wahshiu. Për këtë i ka thonë. Si ka dhimbë? Se thotë kur më del ke Wahshiu ma kujton të Hamzën dhe u lëndosha. Në zemër apo? Më kujtoj ke Hamzën. U lëndosh. E jam frikë pejgamberi Allahu se për shkak të lëndimit pejgamberit Allahut po i dhënohet Allahu me Wahshiun. Ka thonë mos më del para sime. A morë vesh pse? A morë vesh dikush kupton të valla thotë e kipësisht gruan dicën e merse pejgamberi Allahut si ka lejuar gjithashtu dhe Fatimës, ortakën me apruan, vajzën e Ebu Xhelit apo. Kur ka dosh Ali ibn Talib me mor gruan e dytë, pejgamberi Allahut ka thonë Fatimi ja pjesë e imje, më lëndon mua e që lëndon Fatimën. A kupton edhe Aliu se ka marr. Pse ka marr dytë? Pse ai ka ndaluar pejgamberi Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka këshilluar që mos ta morë për shkak se lëndohet pejgamberi Allahut. E nëse lëndohet pejgamberi Allahut, ai dhërohet Allahu. Allahu e ka dashur shumë pejgamberin Allahut. Atë shumë e ka dashur që mu lëndu pejgamberi Allahut, Allahu ka morën mosa. Për ata thot Wahshiu kur më del ke përpara, u lëndosha. Për ata ka thonë mos më del për shkak se afrig se Allah po i dhrohet me Wahshiu. Dhe Aliut nuk e ka leju ta merr ortakën kohën e Fatimës, se Afrikë se po i dhrohet Allahu me Aliut. E kuptuat? Që të dhja ditë janë adita më delikate se Buhari. Nëse i kupton këto, atëherë do të thonë armiqtë e Allahut nuk kanë mundësi e kipasisht të goditin Islamin nëpërmes këtyre haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.